Vendkalimi I linjës së tramvajit. Sinjali paralajmëron brenda dhe jashtë qendrave të banuara një linjë tramvaj që nuk është e pajisur me semafor që kryqëzon, ndërpret ose zvogëlon karagjatën e destinuar për automjetet. Sjellja. Duhet të ulim shpejtësinë për të qenë të gatshëm të japim të drejtë kalimi tramvajit. Qarkullim rrethor. Sinjali paralajmëron në rrugët jashtëqytetëse një kryqëzim midis 2 ose më shumë rrugësh të mbrojtura me qarkullim rrethor. Në qendrat e banuara vendoset vetëm kur kushtet e trafikut kërkojnë përdorimin e saj për arsye sigurie. Drejtuesi duhet të ulë shpejtësinë dhe të veprojë me kujdes. Qarkullim I dyanshëm. Sinjali paralajmëron në një karagjat me drejtim të njëanshëm shndrimin e qarkullimit me drejtim të dyanshëm. Fundi I drejtimit të dyanshëm sinjalizohet me tabelën udhëzuese qarkullim I njëanshëm ballor, e cila lajmëron drejtuesin se mund të përdor gjithë gjerësinë e karagjatës me qenë se në drejtimin e kundërt është I ndaluar kalimi. I shoqëruar me sinjalin vazhdim, tregon vazhdimin e rrezikut. Nëse është me sfond të verdh, tregon praninë e punimeve në rrugë. Drejtuesi duhet ulë shpejtësinë dhe të mbajë me rreptësi anën e djathtë nëse vijnë automjete në drejtim të kundërt. Parakalimi mund të kryhet me kujdes të veçantë vetëm atëherë kur ka fushpamje dhe hapësirë të mjaftueshme. Rrugë e deformuar. Sinjali paralajmëron një pjesë rruge në gjendje të keqe ose të shtruar në mënyrë të parregullt. Mund të shoqërohet me një sinjal të kufirit maksimal të shpejtësisë. Drejtuesi duhet të ulë shpejtësinë dhe të veprojë me kujdes që të shmang humbjen e drejtimit të automjetit apo sforcime të sustat dhe amortizatorët të shkaktuara nga parregullësitë e shtresës së sipërme të rrugës. Ngushtimi simetrik. Sinjali na paralajmëron për një ngushtim simetrik të karagjatës që përbën rrezik për qarkullimin. Mund të shoqërohet me sinjalin jepni përparësi ose e drejt përparësi në rrugët me qarkullim të njëanshëm alternativ. Sjellja. Drejtuesi duhet të ngadalsojë shpejtësinë dhe në rast nevoje të ndalojë nëse këmbimi me automjetet e tjera bëhet I pamundur, pra I vështirë. Bankinë e rrezikshme. Sinjali I pajisur me panelin plotësues që tregon gjatësinë e pjesës së rrezikshme mund të paralajmërojë një pjesë të rrugës me bankinë të rrezikshme që mund të shëmbet, që është e pakalueshme ose me rrezik rënje në një grop të thellë. Drejtuesi duhet ulë shpejtësinë dhe të ketë kujdes që të mos I afrohet shumë anës së karagjatës, për shembull gjatë manovrimit me marshin I ndjetur. Kurriz. Sinjali paralajmëron një kurriz, pra një ndryshim të pjerësisë së rrugës. Është një pjesë rruge e rrezikshme për shkak të fushpamjes së kufizuar. Sinjali mund të paralajmërojë një urë me kurriz të theksuar ose kurriz artificial të ngadalësimit të shpejtësisë. Sjellja. Ulet shpejtësia sepse fushpamja është e kufizuar. Në afërsi ose te kurrizi është I ndaluar pushimi, qëndrimi dhe ndrimi I drejtimit të lëvizjes. Është I ndaluar parakalimi në pjesën e përpjet të rrugës me 2 korsi me drejtim të dyanshëm të qarkullimit. Në afërsi të tij mund të parakalosh vetëm nëse karagjata është me një sens, ose e ndarë në 2 apo më shumë korsi për çdo sens lëvizjeje. Kthesa të rrezikshme. Këto sinjale paralajmërojnë pjesë rruge jo drejtvizore me fushpamje të kufizuar ose me rreze të kthesës të zvogëluar. Kthese rrezikshme djathtas. Kthese rrezikshme majtas. Për të parë më qartë dhe për të përmirësuar fushpamjen e lëvizjes, në anën e jashtme të kthesave mund të përdoret kufizuesi modular I kthesës.
Rrugë e rëshqitshme. Sinjali paralajmëron një pjesë të rrugës që në kushte të veçanta të mjedisit dhe të klimës mund të bëhet e rëshqitshme në një mas jashtë asaj normales. Shkaqet e këtyre kushteve, si shiu, akulli e tjerë, dhe shtrirja e rrugës tregohet me panele plotësuese. Drejtuesi duhet të ngadalsoj shpejtësinë dhe të lëviz me shpejtësinë e duhur duke shmangur manovrat e menjëhershme si frenimet, kthesat e shpejta, shtimi i shpejtësisë, ngadalsimi i shpejtësisë e tjerë. Grop. Sinjali paralajmëron një grop, pra një pjesë rruge të rrezikshme për shkak të një ndryshimi të ndjeshëm të pjerësisë, e ta të pjetë e ndjekur nga një e përpjet. Sjellja është me vend të ulet shpejtësia për të shmangur humbjen e kontrollit të automjetit dhe sforcimet e mundshme tek sustat dhe amortizatorët. Rreziqe të tjera. Sinjali paralajmëron një rrezik të ndryshëm nga ato që janë parashikuar nga sinjalet e rrezikut që pa më sipër. Është gjithmonë i pajisur me një panel plotësues që ka një simbol ose një shkrim që shpjegon natyrën e rrezikut. Drejtuesi duhet ketë kujdes sepse është afër një rreziku.